Thoni ju qa keni për drejk sot? Urdhëra. Dita hanë. Dita zyrtare. Shiko sa të mirë e keni, ja. Edhe specat. Ku I ke specat? Të skuqin, prit. Ja, këtu, ja. Kopshit, vazhdon kopshit. Marrë vëshe I këti. Kymi. I ka bërë pra ja. Meri, të tajni. Kurse raste të ndryshme në jetën e përditshme, po veçanërisht në për komentet në rrjetet sociale ti kupton se ekziston një kategori njerëzish që nuk kanë asnjë gjë të shenjtë dhe kanë një djallëzi, një ndyrësi dhe një mizerabilitet të pamat. Dhe këtu kuptoj unë pse Zoti e krijoi shpirtin dhe ekzistencën e vërtetë të njeriut, atë që është e përjetshme, të paprekshme dhe të padukshme. E krijoi fushë magnetike dhe jo diçka materiale, sepse njeriu po ta prekte dhe po ta shikonte dhe atë do ta përdhoste. Njësoj si dhe veten e tij, Zoti është I padukshëm, I paprekshëm, sepse njeriu dhe atë kishte për ta përdhosur, siç bën për çdo gjë, që nuk lë asnjë gjë të shenjtë. Sepse kjo qenie fockë njerëzore që nga kaq e prirur ndaj të ligës dhe kaq rezistente ndaj dashurisë dhe Të vizitojmë Petrën gjatë natës dhe mezi po pres të shoh sepse më kanë thënë që është thjesht magjike. Do thënë, këtu nga telefoni nuk shihet dot asgjë, por qielli duket kaq bukur, është plot me yje, edhe të shohim se si do jetë sipër. Edhe Angel, që po presim të ikëm në shtëpi, lajmi, ta ham diçka të mirë dhe të lëm gjuhën. Se bën sikur jemi larg të ditë, do thonë njerëzit kanë bërë duke. Po jo më kemi bërë një tranzit zhuli madh nëpër aeroport. Shumë një rëmujë të mëshme, por ne jemi shumë happy që kaluam një super eksperiencë. Edhe të mërzitshme, edhe të mërzitshme që mbaroi kaq shpejt dhe zëjmë të vazhdonte akoma, dhe na duket si një film tani, po shikojmë video që parë ishim po në të njëjtin restorant të Kurunisës. Që ishim edhe Kurunisëm, e dita shanë që të duket sikur parë një tani. Por si të më të njëjtin pjatë. Guys, kam ardhur sot në një vend që qënka realisht parajsa e vazove. Më kishin thënë, ma sugjeruan arkitektët e mia dhe nuk e keni idenë se sa vazo të bukura pas ka këtu. Të gjitha artizanale, të gjitha të punuara me dorë, do t'ju tregoj, dhe të gjitha edhe të pikturuara nga një artist që po më tepër qënka nga Dibra. Do t'ju tregoj, që nga fantastike, jam impresionuar. Problem që kalojmë gjatë stinës së vjeshtës është rënja e flokëve. Unë mendoj që periudha do të bëjë veten, duke qenë se në vjeshta bien shumë flokët dhe në pranverë dalin flokë të reja, por gjithsesi duhet të mundohemi ta mirëmbajmë me produkte që të na japin efekt. Produkti që po përdor është serumi Genesis nga Kerastase. E mira është të përdoret vazhdimisht dhe të keni konsistencë që të shihni dhe rezultat. Aplikohet në rënjë dhe masazhohet. Serumin mund të aplikoni si në flokë të njom, ashtu dhe në flokë të thatë dhe nuk do ju ndyrosë rënjën. Ore 21, goca dhe gram. Ema së shlya koma. Ori së shlya koma, vjen me kokë. Kjo është largur. Ja Lori, ja Sherina, sa mirë që s'ka asnjëherë s'ka durim, s'kalojmë s'kalojmë.
Hello everyone, atëherë dua të ndaj me ju eksperiencën time që Aura u smur për herë të parë. Do ulemi këtu me. Aura ka qenë për herë të parë me temperaturë 39. Më ka kap ankth tip pa parë. Kam qenë në një gjendje që nuk dija se si do ta përdoroja, por ne ja dolëm shumë mirë. Dua të ndaj me ju një eksperiencë që nuk më kishte ndodhur më përpara dhe u hasa. Kur Aurin e zuri gripi, ne nuk ishim në Tiranë, ishim në Vlorë, pra te shtëpia e gjyshes së Aurës. Dhe gjithkohës komunikoja me pediatra, më tregoi pediatra se çfarë duhet të merrja, më tregoi se çfarë mjekimi duhet t'i jepja. Dhe shkojmë në farmaci, i kërkoj mjekimin që më dha pediatra, nuk e kishte. Më dha një të ngjashëm. Fola me pediatra, më tha, mund ta përdorësh edhe atë. Por më dha dozën e gabuar. Pra, më tha që duhet t'i jepja më tepër se ç'duhej. E mora, i bëra supostën e parë, pas disa orësh i bëra supostën e dytë, siç më tha farmacisti. Dhe kur fola me pediatrën, më tha ke bërë super gabim. I ke dhënë gocës më shumë nga doza që ajo duhet të merrte. Shqyqyr që Aura nuk pati asnjë efekt ansor, unë për 12 orët e ardhshme nuk i vura më asnjë suposto, nuk i dash më asnjë ilaç tjetër dhe e lash që ajo ta kalonte vetvetiu, e kaloi, është gocë folt, është gocë folt, bravo mama. A do bëjmë një unboxing mami që kemi marrë? Okej, gjë e parë që ne kemi marrë janë këto biskotat që na i sugjeroi Gjeni. Tha Aura ka për t'i pëlqyer shumë, janë super të mira, janë nga Hip. Dhe ne do t'i testojmë tani live. Shohim nëse Aura do i pëlqej, po do ulesh këtu mami. Hajde ulu këtu, do t'i japim mami biskotat. Një, dy, tre. Morëm biskotat nga Hip, mora patjetër Aptamilin, qumshtin që unë e përdor gjithmonë, morëm pluhurin, morëm edhe liquidin. Aura i ka shumë të preferuar të dyja, shishkat që ne i përdorim natën ose kur jemi në uti, dhe pluhurin të cilin e bëjmë me ujin, morëm edhe ujin patjetër. Vazhdoj me gjërat e Aurushës, kemi pelenat normalisht bambunu, nuk i kam ndruar që nga lindja e Aurës dhe jam shumë e lumtur, letrat e lagura po të bambus që unë i përdor të vërtesh make-upin. Mami, të pëlqeu biskota? Më duket se po. Kemi marrë ujin dhe falconët për të bërë aerosolin, duke qenë që është pak e bllokuar, ne duhet bëjmë aerosolin dhe vitaminën D. Që edhe këtë vitaminën më sugjeroi Gjeni, që është super e mirë më tha, dhe do ta pëlqej. Tani, unë mora dhe disa gjëra për vete. Tjetër, i pëlqyen. Dhe produktet që mora për vete, gjitha një super ofertë Cetaphil, është ky larësi i fytyrës, i cili kishte edhe një krem